Prej 6 vitesh i sjell në Shqipëri dhe i favorizuar ekonomikisht nga kryeministri Edi Rama, mafiozi izraelit Ron Yefet ka uzurpuar sektorët strategjik me licenca e koncesione në naftë dhe industrinë e armëve, municioneve e mjeteve luftarake dhe po merr miliona euro tender. Për të maskuar aktivitetin e tij të palishëm, miku izraeliti Edi Ramos ka krijuar disa kompani biznesi dhe është futur në urtakëri me kapitale minimale, konkretisht Uno 18, Timak Defense, Timak Turke, Advanced Arms Technology, 1820 Albania, 1820 Black Oil e të tjerë. Kompania e radhës e Ron Yefet është Timak Aviation, e krijuar më 18 qershor 2026 me kapital 100.000 lekë dhe aktivitet në fushën e aviacionit civil, transportit ajror të njerëzve, shërbimeve ajrore dhe shërbimeve mbështetëse të lidhura me to brenda e jashtë Shqipërisë. Po kështu, është licencuar për transport ajror të mallrave, shërbime postare dhe çdo lloj ngarkesash me avion, helikopter, private jets, business jets, charter jets dhe çdo mjet tjetër ajror në pronësi, të marrë me qira, leasing e charter, në administrim apo nëpërmjet operatorëve të tretë. Në licencën e kompanisë Timak Aviation, izraelitit Ron Yefet i lejohet të ndërmjetësoj dhe ofroj fluturime private, charter, air taxi, fluturime VIP, ekzekutiv, korporate, turistike, panoramike, rekreative, emergjence, mjekësore, humanitare, kërkim shpëtimi, si dhe fluturime të personalizuara për individ dhe subjekte private të institucione publike. Lejohet të kryej inspektime, survejime, patrullime, fotografime dhe filmime ajrore, rilevime dhe artografi toksore, monitorim të infrastrukturës, linjave energjetike, bujësore, pyjore, bregdetare, mjedisore, shërbime ajrore për shuarje zjarresh, emergjenca civile, spërkatje, dezinfektim, dezinsektim dhe veprimtari të tjera të ngjashme e të tjerë. Kjo licencë e pakufizuar për shërbime ajrore krijon indicje se me kompaninë Timak Aviation, kryeministri Edi Rama i ka krijuar mikut mafioz izraelit Ron Yefet, zonë të lirë në shërbime ajrore për transport njerëzish, ekipesh zyrtare, mallrash, poste, filmime artografi të territorit, shërbime emergjencash civile, mjekësore e shuarje zjarresh. Këto kompani shërbimesh ajrore të krijuar një muaj më parë, Ron Yefet e ka në ortakëri 50% me Arieta Pucaj nga Dibra që jeton në Turqi, të cilën kryeministri Edi Rama e ka futur në lojë nëpërmjet Sinan Idrizit për të maskuar aktivitetet monopol që i ka dhënë mikut izraelit. Sipas ligjit, licencat për kompani ajrore përfshihen në shërbime strategjike të sigurisë kombëtare dhe duhet të jepen vetëm me vendim qeverie si SHA në ortakëri me shtetin. Ato duhet pajisen me garanci dhe mbikëqyrje nga Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Autoriteti i Aviacionit Civil dhe Alp Control, ndërsa izraelitit i është dhënë si licencë thjesht SHPK, vetëm nga qendra kombëtare e biznesit, me qëllim që aktiviteti i tij të mos kalojë në filtrat e agjensive të sigurisë kombëtare. Fakti që prej 9 muajsh nga mbyllja e aktivitetit të Air Albania, qeveria shqiptare nuk po e kalon në falimentim, që ortakët Sinan Idrizi dhe Turkish Airlines janë të rriqur nga shitja e aksioneve dhe kalimi i 10% aksioneve të shtetit në administrim të Ministrisë së Ekonomisë, krijojnë dyshime se Edi Rama ka futur në lojë izraelitin Ron Yefet me kompaninë Timak Aviation për të krijuar një monopol transportesh dhe shërbime shtetërore ajrore.